6 ministrat dhe zëvendës kryeministri re në detyrë janë betuar përpara presidentit të Republikës Bajram Begaj pas marrjes së votbesimit në Kuvendin e Shqipërisë në mes të kaosit Partisë Demokratike. Për postë ndryshimeve në disa dikastere janë 4 ministra të rinj që i bashkohen kabinetit të qeverisë së Edi Ramës. Ferit Hoxha është diplomati i cili tashmë do të drejtojë ministrinë e jashtme. Nea Karakaçi, i cili ka mbajtur deri më tani postin e drejtorit të SHE-s, është emëruar ministri i infrastrukturës dhe energjisë, duke zënë vendin e Belinda Ballukut. Ermal Nufi do të jetë ministri i ri i mbrojtjes, i cili deri më sot ka mbajtur postin e zëvendës sekretarit të përgjithshëm në kryeministri. Erjon Ismaili do të drejtojë ministrinë e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Albana Koçiu tashmë do të mbaj postin e zëvendës kryeministres, ndërsa ministri i brendshëm është besuar Besfor Lamallari, i cili për 6 muaj ka drejtuar ministrinë e drejtësisë. Vendin e Lamallarit tashmë është besuar Toni Gogut. Nga kabineti janë larguar zonja Belinda Balluku, Elisa Spiropali dhe Pirro Vengu. Ndryshimet në kabinetin e votbesuar dje në Kuvend në mes të kaosit të krijuar nga Partia Demokratike. Foltorja u bllokua nga Berisha dhe deputetët e tjerë, të cilët nuk morën pjesë as në procesin e votimit. Ndryshimet në qeveri janë: Albana Koçiu, zëvendës kryeministre, zëvendëson Belinda Ballukun; Enea Karakaçi, ministri i infrastrukturës dhe energjetikës, zëvendëson Belinda Ballukun; Besfor Lamallari, ministri i brendshëm, zëvendëson Albana Koçiun; Toni Gogu, ministër drejtësie, zëvendëson Besfor Lamallarin; Ferit Hoxha, ministri i jashtëm, zëvendëson Elisa Spiropalin; Ermal Nufi, ministri i mbrojtjes, ikën Pirro Vengu; Erjon Ismaili, ministër për marrëdhëniet me parlamentin, zëvendëson Toni Gogun, ndërsa janë 4 ministra të rinj të kabinetit të Rama: Enea Karakaçi, ministri i infrastrukturës dhe energjetikës; Ferit Hoxha, ministri i jashtëm; Ermal Nufi, ministri i mbrojtjes; Erjon Ismaili, ministre për marrëdhëniet me parlamentin. 3 ministrat që ikin nga kabineti Rama janë Belinda Balluku, Elisa Spiropali dhe Pirro Vengu.